mesazh shumë i qartë dhe shumë i veçantë ky Dorand. Ndërkohë, doja të shkoja tek profesor Halili në Varshavë dhe pastaj të shkoja tek Misha për të marrë feedbackun prej andej sepse mungon deri në këto çaste. Profesor Halili, plani, ashtu siç është botuar, thot, Ukrainës i kërkohet të kufizojë madhësinë e ushtrisë në jo më shumë se 600.000 ushtar. Kërkon që Krimea, Luhansku dhe Donjecku të njihen de facto si teritore ruse. Parashikohet që linjat e frontit në rajonet Kherson dhe Zaporizhia të ngrinë dhe të pranohet situata aktuale si një buffer zone, pra si një zonë, nuk e di se si është fjala shqipe, si një zonë ndërmjetme, si një zonë ndërmjetme pa prani ruse të mëtejshme ushtarake dhe vazhdon dhe me elemente të tjerë dhe sigurisht që Ukraina duhet të angazhohet në kushtetut të mos antarësohet në NATO dhe NATO nuk do të stacionoj trupat ruse në Ukrainë, por ndoshta në Poloni. Si ka qenë reagimi polak, qofti medias, nëse ka patur edhe zyrtar polak, përsa i përket këtij drafti të parë, si që nënvizua nga ambasadori dhe nga Dorandi në Shtetet e Bashkuara? Nga në zyrtare, nga Ministri i Punës së Jashtme, nga Kryeministri, nuk kemi marrë akoma një koment. Me siguri po presin në kanaleve diplomatike të lexojnë dokumentin drejt për drejt dhe pastaj të prononcohen. Jam i sigurt që po ndiqet rruga diplomatike në këtë rast, siç ndodh shpesh. Është diçka tjetër, por ndërkohë mediat dhe analistët e ndryshëm politik janë tejet të shqetësuar. Disa prej tyre, për shembull, analistja kryesore e Institutit Polak për Marrëdhënie Ndërkombëtare, që është një nga institutet kryesore që merret në vlerësimin e situatës në Ukrainë, u shpreh qartë sot për media që ky është një plan që në fakt parashikon kapitullimin e Ukrainës. Ajo shtroi edhe anën tjetër, është edhe një pikë 27 duket ose 26 gjykoti nga fundi ku çdo gjë që ka ndodhur gjatë luftës quhet si e pakryer, pra quhet e falur, nuk trajtohet si krim në luftë të gjitha gjërat që ka kryer Rusia kundër Ukrainës apo Ukraina kundër Rusisë, janë të dyja palët në mes në këtë rast. Dhe për shembull kështu mund të themi edhe për pengumarin e fëmijëve apo edhe për trajtimin e robërve të luftës jo në konform rregullave të luftës dhe konventës së Hagës. Pra kemi të bëjmë një sëri probleme të cilat i bëjnë mediat polake dhe analistët polak të thonë tërgojnë që ky është një plan tejet i dëmshëm për Ukrainën, por është i dëmshëm edhe për Poloninë, sepse e kthen tashmë Poloninë në një gjendje, në një vijë fronti, duke marrë nga shkatës edhe fakti që aty shprehet në plan edhe ideja që forcat e NATO duhet të stacionohen në kufirin polako-ukrainas, të jenë pra një linja e parë e mbrojtjes kundër një sulmit nga ana e Rusisë. Pra, shifet me si kritik, unë nga ne me personalisht që quaj, nuk kam lexuar tekstin, kështu që mund të flas pa pasur dokumentin, por është do të pak ndryshe këtu do jepë një këndvështrim tjetër nga kolegu nga kolegu të parafolës, sepse më duket se është një plan që më shëmbëllen pak me Munichun dhe me Chamberlainin në 1938. Është një plan të cilin e kemi parë në histori, nuk do të sjellë asgjë të mirë sepse do të shtojë konfliktin dhe në fakt e kthen vendin që është sulmuar e kthen në humbës total. Pra absolutisht nuk është një plan për mendimin tim i mirë. Dhe besoj se do të presim së shpejti një përgjigje nga vendet evropiane, Franca, Britania e Madhe, me siguri do ta kundërshtojnë, në mos e kanë kundërshtuar diplomatikisht, por do dalin hapur në kundërshtim, jam për këtë i sigurt. Kam përshtypjen që nuk i ndodh shpesh botës që të kenë Winston Churchill në krye të qeverive.